Kryesisht ato të veçanta, ju jeni djali I tij, natyrisht kujtime gjithë jeta juaj me të, por në momentet kur ai është shkëputur nga aktiviteti I tij në Shqipëri, si ka qenë jeta E tij jashtë? Babi kur erdhi në Itali, erdhi bëri gjithë ato sakrificat për ne fëmijë, na arriti në shkollë, në kampin në fushën të tij artistik, edhe në Itali punovi si aktor, si regjisor teatral, edhe ka bërë të ato filma edhe me Al Pacinon, me Riti Tognazzi, me gjithë aktore italiane dhe internacional, edhe e ka patur gjithnjë atë dëshirën të interpretoj personazhe të ndryshme. Atë që në Shqipëri e ka patur si një pasion, si nuk e ka lënë asnjëherë, edhe kur ishte në këtë moshë, nuk e ka lënë asnjëherë. Donte të bënte role, donte të recitonte, donte të bënte spektakël teatrale, donte e kishte qef, jetonte për artin. Ju djemtë e tij e keni trashëguar këto gene të artit? Ne kemi trashëguar, po edhe unë edhe Renato vëllai I tim kemi në fushën të artit, të fotografisë, të video, regjisor, edhe do e vazhdojmë këtë pasionin të babit gjithnjë. Një shprehje, një mesazh që ju ka lënë mbres nga babai juaj që e keni dhe si udhërhyes në jetë, cila do të ishte? Cilën keni? Një shprehje, mos të ndajmë, mos u ndani. Vëllezri me motra, me të gjithë mos u ndani. Rini gjithnjë bashkë. Cila ishte amaneti babait tuaj? Amaneti babit ishte të ktheheshe në Shqipëri, të varroseshe këtu në Lushnjë, e kishe dëshirë, edhe ne u munduam t'ja bënim edhe ta shihesh në Lushnjë ku donte të ktheheshe. Djelin e një këtë vogël. Kur vajte në shkollë, mbaroj me shumë sukses. Shkollë e lartë. U bë kino aktor regjisor teatr, dhe doli me sukses. Ishte jo më pak, thova që Zele e madhe dhe Gjelgjin teatri I madhe. Këta janë të Lushnjës, të tjerë ka, sa duash. Por një peshk ishin të dy. Erdhe shumë keq iku I ri. Nuk I ka unë. U pref në Parajs. Ai shkëlqeu edhe në Itali ku qëndroi disa vjet. E kam takuar. Shkëlqeu gjithandej. Mbaroi shkollën njëri nga më të mirët. Shkolla e lartë teatrale Mojsiu, Akademin. La filma që të pashlyeshëm. Do të mbetet I paharruar. I paharruar qoftë kujtimi I tij. Gjegji Lala ka qenë një fenomen I ekranit dhe I kinematografisë shqiptare. Ka qenë I veçantë në rolet e tij. Unë kam patur takime individuale me aktorë të mëdhenj, me Kadri Roshin, me Pujara Sjeriu, me Timo Flokun dhe ma kanë cilësuar. Gjegji si njeri me diksion të veçantë. Me një zë të ngrohtë, kumbus, me në ndjek. Zërë gjeli ku do, në ndjek në qytet. Dhe sot, Lushja do më fali për emocionet. Por unë vërtet jam punat I tij, për kam qenë një vllaj, vërtet I tij.